Mirë dita, mirë se keni ardhur në këtë aktivitet, dëgjoni zërat tanë, pikërisht në zemër të ligjvënësit, aty ku ndërmerren shumë nisma dhe shpresoj që të radhës të marrin parasysh edhe këto zëra, që vinë nga gra që kanë përjetuar shumë sfida, disa prej tyre janë ende duke i përjetuar, disa të tjera fatkeqësisht nuk ndodhen këtu midis nesh. Megjithatë shpresojmë që të jemi një dritë edhe një ndihmës shumë e madhe edhe për të gjithë ato që janë duke u përballur në këtë sfidë të jashtëzakonshme. Ky aktivitet do të nisë me leximin e një përjetimi, një letre që e ka shkruar një zonjë që quhet Anisa, e cila ka kaluar shumë sfida dhe është duke i kaluar ende. Se çfarë përjeton ajo më mirë se sa vetë fjalët e saj nuk mund ta shprehin. Asnjëherë nuk e kam menduar se do të shkruaja këtë letër. Jo sepse nuk kam se çfarë të them, por sepse kurrë nuk mendova se do të isha në këtë betejë. Pak kohë më parë, u ftova që të flas për rëndësinë e kontrolleve të hershme për kancerin e gjirit. Shkrova, bëni kontroll, që të mos ju duhet të shkruani letra si kjo. Por jeta të surprizon në mënyra që nuk imagjinon, dhe ja ku jam, me një diagnozë që më tronditi në një moment kur po arrija të merrja frymë pas një periudhe të vështirë. Gjithçka ndodhi shpejt, diagnoza, kimioterapia, një pas një. Pastaj, një tumor në tru. Benign, por serioz. Një tjetër pengesë, një tjetër mal. Dhimbja ka qenë e pamëshirshme. Flokët, po, i kam humbur. Por kam humbur dhe gjumin, fuqinë, nga një herë dhe vete në pasqyrë. E megjithatë, të gjitha do të jenë të përkohshme. Ashtu si errësira e natës. Ndaj çdo mëngjes, kam zgjedhur të zgjohem, të përballem, të mos dorëzohem. Çfarë më ka mbajtur në këmbë? Besimi. Besimi tek Zoti, tek mjekët, tek shkenca. Ja dorëzova gjithçka atij dhe gjeta paqe në mes të stuhisë. Kjo nuk është një histori perfekte. Është reale, është rëmuj. Dhe po, ka dhimbje. Por ka edhe dritë. Ka edhe njerëz të mirë. Disa që as i kam takuar kurrë, që më kanë mbështetur me fjalë, me lutje, me dashuri. Për ata që janë në fillim të kësaj rruge, kanceri nuk është vetëm një diagnozë. Është një udhëtim. Me frikë, me besim, me shumë vendime të vështira për t'u marrë. Por, një vendim duhet jetë i njëjti çdo ditë. Ai i të jetuarit, jo vetëm të mbijetuarit. Sepse ky nuk është fundi i historisë sime. Është vetëm një kapitull shumë i vështirë i saj, i cili do të mbyllet për t'i lënë vendin një tjetri, ku do t'i gëzohem çdo sekonde, vendimit të çdo mëngjesi gjatë sëmundjes, atij për t'u çuar dhe për t'jetuar. Me dashuri dhe shpresë, Anisa. Shumë faleminderit Julka. Ju urojmë Anisës shërim sa më të shpejtë dhe që të jetë midis nesh. Të nderuar deputet, përfaqësues të institucioneve, mjek, pacient, koleg të shoqërisë civile, antar dhe vullnetar të YVCA-s. Sot jemi këtu në zemër të vendimarrjes për të dëgjuar zërat e atyre që shpesh mbeten në heshtje. Zërat e grave që kanë përballuar apo po përballen me kancerin e gjirit. Ky aktivitet është më shumë se një takim simbolik. Është një moment reflektimi, dëgjimi dhe përgjegjësie, por mbi të gjitha një moment dialogu dhe bashkëpunimi për shëndetin publik, që sjell bashk pacient, profesionistë të shëndetit, përfaqësues të institucioneve dhe politikbërës me një qëllim të përbashkët, për mirësimin e kujdesit dhe cilësisë së jetës së grave që përballen me këtë sëmundje. Për 17 vitesh, YVCA ka udhëhequr fushatën kundër kancerit të gjirit, duke qenë ura lidhëse midis komunitetit dhe institucioneve. Ne kemi ngritur zërin e grave në çdo qytet dhe në çdo forum publik, duke sjellë propozime konkrete, që lindin nga përvoja e tyre përditshme dhe nga nevojat ende të pashprehura të sistemit.
Kërkesat që kemi paraqitur ndër vite përfshin sigurimin e parukeve dhe protezave të gjirit për të gjitha gratë që i nënshtrohen maksektomisë dhe kimioterapisë si pjesë e kujdesit bazë pas trajtimit për të ndihmuar rikthimin emocional dhe social të pacienteve. Pajisjen e qendrës spitalore universitare Nën Tereza me një PET scan dhe 2 akselerator të rinj për radioterapi për të siguruar diagnozë të saktë dhe trajtim në kohë. Sot shumë gra janë ende të detyruara të kryejnë ekzaminime në spitale private apo të udhtojnë jashtë vendit për ekzaminime që duhet të ishin të aksesueshme në Shqipëri në sistemin publik. Lehtësimin e procedurave të kempit, në mënyrë që aplikimi të bëhet vetëm një herë në 3 vite, dhe të përfshihen në skem edhe gra që nuk kanë pasur mundësi punësimi për të lehtësuar barrën administrative dhe stresin që shoqëron procesin. Ofrimin e trajtimit të plot medikamentoz, në mënyrë që asnjë paciente të mos mbetet jashtë kujdesit për shkak të kosteve të larta të ilaçeve. Rritjen e aksesit në informacion dhe shërbime, duke e bërë sistemin më të qartë, më të drejtë dhe më të afërt me pacientët. Këto nuk janë kërkesa luksi, janë kërkesa për jetë, për dinjitet dhe për barazi, që burojnë nga përvoja grave që çdo ditë përballen me dhimbjen dhe me shpresën. Sot përpara jush nuk flasim vetëm për shifra apo për politika, por për njerëz. Për gra që luftojnë çdo ditë me dhimbjen, por edhe me pengesat e sistemit. Për nën motra që duan të jetojnë, të punojnë dhe të rrisin fëmijët e tyre me shpresë. Sot në këtë sallë ne po ndërmarrim një hap të mëtejshëm në dialogun e krijuar për shëndetin publik. Kërkojmë që këto masa të përfshihen qartë në buxhetin dhe politikat e shëndetit publik si një detyrim shtetëror dhe moral ndaj grave shqiptare. Ky është një moment për bashkëpunim të vërtet midis institucioneve, profesionistëve dhe shoqërisë civile, për të ndërtuar një sistem më të ndjeshëm, më gjithëpërfshirës dhe më të drejtë për të gjithë. Faleminderit. Tani është momenti që t'ju japim zë atyre për të cilat ne jemi mbledhur që t'i dëgjojmë. Dhe do doja të ftoja të parën Derina Kalthin. Përshëndetje. Unë jam Blerina Kalthi dhe sot jam këtu që zëri im të dëgjohet. Zëri i grave që përballen çdo ditë me kancerin e gjirit, zëri atyre që nuk ndalen dhe kur jeta i vendos përballë betejave të vështira. Jam këtu si një mbijetuar e kancerit. Një diagnozë që ka ndryshuar për gjithmonë jetën time. Në fillim kanceri u shfaq në gjë, por nuk u ndal atje. U përhap në pjesë të tjera të trupit, në mitër, në mbëlqi dhe në gjak. Ishte një rrugtim i dhimbshëm, i gjatë por kur pa shpresë. Por sot jam këtu dhe si vajzë, sepse dhe nëna ime po përballet me kancerin e gjirit. E shoh çdo ditë duke luftuar me guxim dhe e di se sa forcë kërkon kjo luftë. Por jam këtu dhe si motër, e cila ka humbur vëllain e vetëm në moshën 28 vjeçare nga një kancer agresiv në kokë. 3 jetë, 3 beteja dhe një familje që nuk u dorëzuam kurrë. E di çfarë do të thotë frika, lodhja, dhimbja dhe pasiguria. E di mirë, por sot nuk jam të flas vetëm për dhimbjen. Dua të flas edhe për vështirësitë që ne hasim çdo ditë në sistemin shëndetësor. Ne nuk luftojmë vetëm me smundjen, luftojmë edhe me burokracinë. Për të bërë një kontroll, për të caktuar një skandër apo për të marrë një analizë. Shpeshherë na thuhet nuk ka datë, ktheuni pas 3 muajsh. A mund të jetoj në ankth, në pritje, nëse sëmundja përparon për të pritur 3 muaj? Dhe atëherë detyrohemi të drejtohemi klinikave private, me koste të papërballueshme për familjet tona të thjeshta. Ne përballemi me mungesën e medikamenteve, barnat, shpesh mungojnë në farmaci dhe detyrohemi t'i blejmë jashtë vendit. Në disa raste medikamentet që ofrohen nuk janë ato që mjekët rekomandojnë si më efikase. Ne nuk kërkojmë luks, kërkojmë trajtim cilësor me jetë dhe dinjitet. Nëna ime ka pasur 20 seanca rrezatimi në Tiranë, ku për 2 muaj rresht e kam bërë çdo ditë rrugën Laç-Tiranë, sepse shpesh prishe pajisja. Pas shumë orëve të gjata të pritjeve, jemi kthyer me një fjalë, pajisja sot nuk punon. Në një betejë kaq të vështirë, imagjinoni çfarë do të thotë të luftosh edhe me lodhjen, me pritjen dhe mungesën e kushteve.
Edhe unë kam kaluar shumë ndërhyrje dhe cikle kimioterapish. Disa prej tyre i kam kryer jashtë vendit, sepse këto shërbimet nuk ofrohen. Por jo të gjitha ne i kemi mundësitë. Shumë herë dorëzohemi jo nga mungesa e fortës, por nga mungesa e mbështetjes. Ne kërkojmë vetëm ndihmë dhe mbështetje institucioneve. Kërkojmë që gratë të humos të humbasin kohën në radhë, që banat të mos mungojnë, që aparaturat të mos priqen çdo javë. Kërkojmë që në çdo spital rajonal të ketë mjek të specializuar, shërbime diagnostikuese bashkëkohore dhe kujdes psikosocial për pacientët, sepse kanceri nuk na prek veç trupin, na prek dhe shpirtin. Sot flas për veten, për nënën, për vllajën tim dhe për çdo grua shqiptare që lufton në heshtje. Dua që ky zë të dëgjohet nga ju, nga drejtuesit e këtij vendi, nga njerëzit që marrin vendime për jetën tona. Mbështetja juaj ka fuqi të ndryshojë jetë. Ai nuk është vetëm ndihmë mjekësore, është ndihmë shpirtërore. Na jep shpresë, na jep siguri, na jep ndjenjen se nuk jemi vetëm. Nuk kërkojmë mëshirë, kërkojmë mundësi, dinjitet që ndryshon jetë. Kërkojmë një sistem që na dëgjon, kur çdo zë ka vlerë dhe çdo gru trajtohet me respekt. Sot jam këtu si nën, si vajzë, si motër, si grua, por dhe si qytetare e këtij vendi. Besoj fort se zërat tanë do dëgjohen dhe së bashku, me dashuri dhe përgjegjësi me veprim, mund ta bëjmë këtë luftë më të lehtë për shumë gra të tjera. Ju faleminderit. Atëherë, përshëndetje, ju falenderojmë pamas që na bët të mundur në shtëpinë tuaj, në shtëpinë tonë, se është dhe joni parlamenti, të dëgjohet zëri ynë. Unë quhem Alinda Nanaj, jam e mbijetuar e këtij përbindshi. Doja të flisja pak për historinë time. Kam qenë vetëm 39 vjeçe dhe në një kontroll rutin, fati im i madh që ka qenë drejtori Lidoni, doktori, që ka konstatuar kancerin në gjoksin tim. Nën e 2 fëmijëve, e një vajze 12 vjeçe aso kohë dhe një djali 18 vjeç në matur. Në atë moshë e dini që fëmijët janë çdo gjë për nënën, për babain dhe gjithkohën syt i kanë te ne. Në momentin që doktori Lidoni më ka thënë, Majlinda, shoh diçka, por biopsia do ta tregoj më së miri se ç'është, kuptova vetëm në mimikën e tij që diçka nuk shkonte me mua. Mund t'ju them që ka qenë nata më e tmerrshme e jetës time. Dhe kam bërë atë copë rrugë nga klinika deri në shtëpi, vetëm kam qarë shumë. Kam qarë shumë sepse nuk doja që fëmijëve të mi unë këtë lajm t'ju ja jepja me lot në sy. Unë doja të tregoja atë lindën e fortë, pavarësisht se brenda meje ishte shkërmoqur çdo gjë. Unë doja që bashkëshorti tim t'i jepja unë forcë, t'i thoja që unë do jem këtu me ty në rritjen e 2 fëmijëve tanë. Nuk e kam pranuar kur fjalën që do vdes. Ne jemi qenë njerëzore, jemi të vdekshëm, normalisht, por unë nuk e kam pranuar, nuk kam dashur, dhe gjithmonë e kam bindur veten, kam thënë, ti moj vajzë nuk e ko të vdesësh. Se realisht nuk kisha kohë. Fëmijët kishin nevojë për mua, unë kisha nevojë për ta, nëna ime kishte nevojë për mua, dhe pse në atë periudhë dhe ajo e prekur me kancer. Dhe ndoshta flas dhe në emër të shpirtit të saj, që nga shumë padrejtësira këtu nuk munda ta shpëtoja dot. E humba në vitin që unë kam qenë me kancer. Luftonim nën e bi, njëra në një drejtim, tjetra në një drejtim. Momente shumë të vështira, momentet e kimioterapisë shumë të vështira, momentet e rrezatimit shumë të vështira, nënshtrimi i 5 ndërhyrjeve kirurgjikale, ndoshta nuk kishte rrezik në ndërhyrjen e 5, por ishte narkoza që ti duhet të merje për shumë orë që mund të të rrezikonte jetën. Megjithatë, nuk e kam humbur kur kurajon, nuk e kam humbur kur besimin në Zot, por dhe te mjekët. Ne kemi mjek të mrekullueshëm, tek ne ndoshta mund të çaloj sistemi. Dhe këtu unë them, hajdeni të bëjmë të gjithë bashkë, të ngrëmë zërin, dhe të mund të, sepse ne nuk kërkojmë mëshirë, ne kërkojmë dinjitet, ne kërkojmë një trajtim me dinjitet. Jetën ai ka dhënë Zoti dhe na i merr Zoti, por në qoftë se në këtë jetën tonë mjeku mund të bëjmë mrekulli, ti krijojmë kushtet dhe këtij mjekut, o dhe ne si pacient.
dhe të jemi bashk, dhe të jeni të bindur që në qoftë se ne si pacient kemi bashkëpunimin maksimal me mjekët, sepse lufta fillon nga ne, nuk fillon nga mjeku. Lufta fillon në mendjen tonë. Ajo çka unë doja të shtoja tjetër, mbas gjithë kalvarit të vuajtjeve prej 10 vitesh, një mbështetje shumë e madhe imja ka qenë bashkëshorti im. Dhe këtë thirrje e bëj për të gjithë, pavarësisht se sa zotërin janë në sallë, ata që do na dëgjojnë, të jenë bashkëpunues, të jenë mirëkuptues në dhimbjet tona, të jenë mirëkuptues në ankesat tona, sepse ne nuk i bëjmë me dashje. Në ato momente, në atë nënshtrim terapie që ne jemi, ne kemi shumë dhimbje. Dhe si që e tha Blerina, ne nuk na shkërmoqur vetëm trupi, ne na shkërmoqur shpirti. Sepse është shumë e rëndë të thonë ke kancer. Është fjalë shumë e rëndë. Unë uroj që askush nga ato zonja që nuk është këtu në këtë sallë, që do doja të ishte plot e mbushur, mos i përjetoj këtë që kemi përjetuar ne. Por minimumi, dhe në qoftë se janë, në atë moment që kanë në dorë të ngrënë atë kartonin, të na mendojnë dhe ne. E thash dhe njerë, jo për mëshirë, vetëm për dinjitet. Ne kërkojmë një trajtim dinjitoz, ashtu si që din të jenë gratë shqiptare të forta, luftarake dhe t'ja dalin. Ju uroj shëndet të gjithëve. Përshëndetje të anëve, unë jam Fatmira Vata, jam një mbijetuar nga smundja rana kancer i gjirit, nga qyteti i Shkodrës, dhe jam shumë mirë njohur se organizatorëve që kanë bërë mujtën sot që ne marrën me çuzanin ton në këtë vend, ku merren ligje për fatin e tonë shqiptarëve. Shpesh kam menduar veten në ditë më të vështira duke thënë se ku mund të gjej një zot fort për me ngritë shqetësimet cilat më kanë ardhur më njëherë mas diagnostikimit tim me kancer gjirit. Unë jam pjesë e tashmë këtij komunitetit madh që na bë me dhënë mbështetje kur ajo njëna tjetrës. Por realisht, kur ne gjova historitë e dy zonjave, unë ngarkova edhe një herë më shumë dhe realisht e kam edhe shumë më të vështirë nga ana emocionale me fol, sepse e di që ata kanë pasur më të rëndë se sa unë. Do t'i bish shkurt, por nuk mund të rri pa tregu momentet e para, sepse ato janë edhe momentet më kritike që shënjojnë jetën tonë dhe që kur nuk të fshihen, kur unë kam marrë vesh se jam e smur nga kancer i gjirit. Për fatin tonë të keq, si që thanë edhe zonjat, mungojnë më shumë pajisjet, se mjekët nuk është se i kena që nuk janë të përgatitur edhe nuk dinë, por më shumë është ana logjistike që mohon këtë vend. Megjithatë unë bënë një diagnostikim në Shkodër, kur e diktova, kur pash diçka të dyshim gjoksinte, mu tha ke nodos dhe erdha në Tiranë, ku më doli kancer gjiri. S'kam për të harru kur atë moment, jam ullë në koridor duke qa dhe pranë me s'kishte asnjë psikolog, që është edhe imshme sa psikolog të marrojnë këtë vend çdo vit. Nuk isha pranë asnjëri që të më jepte forcë, dhe shumë me lot në syma që qava rreth 2 orë ktheva në Shkodër, dhe momentin më i vështirë ishte si do t'ja tregosha familjes teme. Kalun këto dhe filloi faza e kimioterapisë, ku për herë të vërtet 3 kimiot e para nuk mund ta më marrë në spitalin që sotë, dhe kur shkova me vazhdu të 4-tën, gjendja më la për të dëshiruar, paktën atë kohë se sot nuk e di se ka vite që nuk kam shku, për fatin tëm të mirë, dhe ore mos bëha më për aty, por kujtoj që trajtimi ishte i tillë që të bate mundi sa dyshemeja, sa ato pllaka që ishin aty që cilat për herë vërtet edhe sa me mi kujtu, me më pyet, më kujtohet gjithçka. Megjithatë kryva dhe zoti kimioterapit, radioterapit dhe erdhi momenti
për më këthy në punë. Unë në atë ko kisha 30 e sa vite punë, sot kam 20 vite punë. Dhe një situacione që për fatin tëm të mirë, kam punu aty në ato institucion që unë duhet pakten të tonë e jena një sefer smundje, së unë flasë për tonë shqiptarët, o do të që të pakten me atë smundje që jena të kaluna me pas një tjetër të rejtim, por më thanë që me dalë si invalide ishin vetëm 300.000 lekë cilat nuk mjaftoshin as për ilaqe. O detyrova dhe dola në punë, vazhdova punën ajo në fakt në bani mirë nga ana psikologjike, dhe më pas thosha si nuk gjej dikam që këto probleme që po i kalojnë dita ditës, të kem mundësin të ngrisim. Për fatin tëm të mirë, o vuna ndjeni për ekzistencën e shoqatës, një VCA, pjesë e cilës janë badhon një vullnetare sot dhe cila sa të kemë frymë nuk do të rishti, për me qu zanin për gratë, për më ba një zaj fort, sepse smunja e kancerit gjirit është një smunje që të lëndon sa është dhimbshme dhe sa ka kosto, po ka nevojë edhe për mbështetje. Dhe kur kem mbështetjen e grave, sidomos në njëra tjetrës, kur kem mbështetjen e institucioneve, po edhe mjekësia të gjithë bëhna bashkë, atëherë ne do ta kena shumë më të lehtë. Do ta kena shumë më të lehtë me përballu dhe në këtë gjejmë edhe një herë rastin për me quzanin se krahas peckaneve, krahas kimioterapive, krahas radioterapive, krahas kujdesit mjekësor, ajo që është më e rëndësishmja është se ne duhet kemi edhe një shërbim psikologjik, sepse as kërkush nuk e din se sa e vështirë është kjo pjesë. Kur themi një të të gra, kuptohet se sa alarmante është gjendja. Prandaj kërkoj që sot të gjejmë jena një za, të tona së bashkut jena një za i fort dhe të bëna mbështetje njëri tjetrit, mos harrojmë se nga smundja e kancerit nuk është asnjëri mund të prekon çdo familje, edhe ligjvënësit, edhe çdo njeri. Kështu që çdo gjë që të bëhet e mirë për këto gratë, deri nesër mund të jetë edhe për pjesët e familjes tyne. Dhe uroj që zani jonë të ndëgjohet, falenderoj sot për këtë takim që është bë, dhe uroj që t'ja kena arrit sadopak me na plotësu kushtet cilat janë, siç që thonë edhe dy bashkëvujtëset e mia, thjesht kërkojmë dinjitet, mu trajtu siç ashtu e meritojnë, dhe në fundit jena pothuajse të tona se pak ka gra që s'punojnë, se sidomos gra që kanë edhe familje, kanë nevoja ekonomike, të trajtojnë me dinjitet, kena punu, meritojmë, mu trajtu me dinjitet, siç ashtu, se në fund jena nana krijojmë jetë, nga një fillon dhe marrën bota, duhet kemi dinjitet. Faleminderit, Sandra, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Klea Prifti, tashmë prej 5 viteve tetori Roz për mua ka marrë një tjetër kuptim. Në ditëlindjen time të 25, bora lajmin që kisha kancer. Zonja më përpara tha që askush nuk është imun dhe me sa duket kjo sëmundje gjithmonë më shumë po prek edhe moshat e reja. Jam një nga ato gra, qindra gra që çdo vit diagnostikohen në Shqipëri me kancer gjiri. Tetori Roz për mua nuk është më thjesht një muaj ndërgjegjësimi, po është një kujtesë e përvitshme që thjesht ndërgjegjësimi nuk mjafton, sidomos kur nuk kemi veprime konkrete për të ndihmuar dhe për të lehtësuar barrën e kësaj sëmundje tek të gjitha gratë apo zonja që preken nga kjo. Ajo që na bashkon të gjithave, mendoj që është forca për të jetuar, për të mos u dorëzuar dhe për të ngritur sërish. Sot jam këtu jo vetëm si një profesioniste e shëndetësisë, por gjithashtu si një mbijetuar nga kjo sëmundje, që e di shumë mirë çfarë do të thotë lodhja fizike, shpirtërore, emocionale, dhe e di që shpresa pa veprim nuk ka asnjë kuptim. Gratë sot nuk kërkojnë mëshirë, por kërkojnë mundësi dhe nuk kërkojnë premtime, por kërkojnë veprime konkrete. Kemi nevojë për një bashkëpunim më të mirë ndërmjet institucioneve tona, kemi nevojë për një shtet që vendos shëndetin të parin, sepse shëndeti nuk është luks. Duhet që shoqëria jonë të mësojë të mos ketë më frikë të flasi për sëmundjen. Nuk duhet të ketë turp më, siç kam pasur unë 5 vite më përpara, kisha frikë dhe turp të pranoja që isha smur dhe që kisha kancer gjiri. Kur flasim për sëmundjen,
kemi më shumë mundësi ta mposhtim atë dhe ta largojmë. Sot dua të paraqes para jush disa iniciativa që mendoj se janë vërtet me vlerë dhe që kanë pasur problematika në rrugtimin tim me kancerin. Mendoj që sot është shumë e rëndësishme të krijohen ato qendrat psikosociale në çdo spital ku trajtohen pacientë me kancer gjirit dhe jo vetëm me kancer gjirit, sepse ne flasim për kancerin e gjirit më shumë, por kemi lloje të ndryshme. Kemi shumë të rëndësishme që na sigurohen terapi të reja, terapi biologjike që janë aprovuar së fundmi, që janë kudo në botë, por në Shqipëri mungojnë. Kemi nevojë për një siguri që medikamentet me cilat sot gratë trajtohen në vendin tonë të jenë të sigurta dhe efikase. Gjithashtu kemi nevojë më shumë mundësi që të kemi trajtime afër qendrave tona të banimit, që mos të marrim atë rrugën, mos të udhtojmë. Blerina tha që vinte çdo ditë nga Laçi për të bërë terapitë radiologjike. Sot e di që në shumë prej spitaleve rajonale bëhen kimioterapit, po disa prej tyre edhe mungojnë. Pra, përsëri shumë pacientë janë të detyruar të drejtohen te onkologjiku. Një spital që kush është futur në ato korridore e di shumë mirë që është i mbushur, i ngarkuar dhe ka nevojë ndoshta për të pasur më shumë disiplina aty. Ka nevojë jo vetëm për psikolog, që sa shumë mbarojnë çdo vit tek neve, ka nevojë për fizioterapist ka stile për aty, ka nevojë për dietolog që na sugjerojnë më shumë për ushqimin. Një nga frikat më të mëdha që unë personalisht kam pasur kur u diagnostikova ishte mos ndoshta mënyra si unë isha ushqyer, si kisha jetuar deri në atë kohë, më kishte bërë që të kisha këtë diagnozë. Gjithashtu, shumë prej nesh janë në marrëdhënie pune dhe ka nevojë për leje pune më fleksibël dhe përfitime sociale më të mëdha. Mendoj që ato biznese që sot punësojnë zonja që janë me kancer gjiri ose i ndihmojnë ato, ndoshta nëpërmjet lehtësirave tatimore mund të kenë një spunto më shumë për të integruar në shoqëri më tepër. Më shumë farmacist apo mami apo infermiere duhet të përfshihen në edukimin shëndetësor. Vura re para disa ditësh në një portal që lexova për një universitet privat në Shqipëri që kishte hapur një iniciativë ku përfshinte farmacistët, duke qenë një hallkë e parë e shëndetit që është në kontakt të vazhdueshëm me pacientët, për të ndihmuar dhe ata në diagnostikimin e hershëm, sepse vërtet qindra gra diagnostikohen në Shqipëri apo kudo në botë, por shumë pak prej tyre e kapin sëmundjen në hapat e parë. Të gjithë këto hapa që kam përmendur, të gjitha këto iniciativa janë iniciativa mjaft të prekshme dhe mjaft të bëra, që mund të bëhen shumë lehtë dhe tregojnë që shteti kujdeset për pacientët e tyre, për njerëzit e tyre. Shëndeti nuk është luks, është një e drejtë themelore. Tetori roz nuk hap se të jetë thjesht një muaj ndërgjegjësimi, por le të jetë fillim i një ndryshimi të qëndrueshëm, një premtim që nuk mbaron me fundin e muajit, sepse çdo vit ne vishemi roz, çdo vit ne flasim për këtë sëmundje, por çdo vit shikoj se akoma pak bëhet në lidhje me të. Shpresa për nesër fillon me veprimet e sotme. Dhe unë si një grua që e ka kaluar këtë sëmundje, them se kanceri është vetëm një kapitull, sepse sot pas 5 viteve nga diagnoza unë kam 2 bebusha që e vërtetojnë, që ka qenë thjesht një kapitull. Nuk kërkojmë mëshirë, kërkojmë mundësi dhe nuk kërkojmë premtime, por veprime. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit të 4 anëtarëve të organizatës tonë që ndan emocionet, nuk është e lehtë. Sigurisht ne kemi edhe shumë pacientet të tjera që janë këtu midis nesh, por për arsye kohe vendosëm që të kishim vetëm një përfaqësi për 4 zonjash. Tani do doja t'ja jap fjalën edhe atyre që merren me kujdesin ndaj pacientëve. Dhe së pari doja të ftoja mjeken onkologe Juliana Çuni dhe pastaj mjeken ekografiste Albana Shahini. Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, pas rrëfimeve emocionale të pacientëve, fjalimet mjekësore do duken pak të ftohta. Marr fjalën si mjek onkologe pranë Spitalit Rajonal të Vlorës për të sjellë në vëmendjen tuaj një çështje që prek çdo familje shqiptare: shërbimin onkologjik, rrugtimin dhe sfidat e tij. Në Vlorë, shërbimi onkologjik është një histori përkushtimi, zhvillimi dhe përpjekje e pandërprerë për t'i qëndruar pranë pacientit onkologjik me profesionalizëm dhe dinjitet. Ky shërbim i ka fillesat qysh prej vitit 2015 nëpërmjet shërbimit paliativ
dhe në vitin 2017 filloi aplikimi për herë të parë i kimioterapive. Decentralizimi i shërbimit onkologjik u pa me skepticizëm edhe me një mosbesim, sepse qendrat rajonale që do hapeshin do fillonin një shërbim të ri të pa kryer më parë. Por e vërteta është që ne u ritëm vit pas viti nëpërmjet ndryshimeve në infrastrukturë, në shtimin e numrit të pacientëve të trajtuar, me shtimin e gamës së diagnozave që ne trajtojmë, me rritjen e cilësisë së shërbimit dhe rritjen e besimit tek pacientët. Kjo u arrit nëpërmjet përkushtimit të stafit mjekësor infermieror, gjithashtu edhe nëpërmjet bashkëpunimit me mentorët tanë, mjekët onkolog të qendrës universitare Nën Tereza, të cilët na kanë mbështetur gjatë gjithë këtyre viteve. Por a ka nevojë për ndryshim edhe për përmirësim të shërbimit? Sigurisht që ka. Dhe kjo është në disa pika, është në teknologji, në shtimin e aparaturave diagnostike dhe kuruse, është në përmjet fushatave depistuese për të rritur diagnostikimin e hershëm dhe të gjitha llojeve të kancereve, në mbështetjen psikologjike të familjeve, në mbështetje financiare të sëmurëve dhe të kujdestarëve të tyre, në fuqizimin e burimeve njerëzore, ku përfshihen mjek, infermier, staf punonjës social, psikolog apo fizioterapeut. Në këtë kuadër kërkojmë bashkëveprimin e të gjitha institucioneve, duke patur udhëheqës të tyre Ministrinë e Shëndetësisë, që të forcohet ky shërbim mjetik dhe duke garantuar që çdo qytetar, pavarësisht nga vend banimi i tij, të ketë akses të barabartë në trajtimin onkologjik. Ju falenderit. Përshëndetje të gjithave, jam e privilegjuar që më jepet mundësia të flas në një panel të tillë ku, siç e tha dhe doktoresha përpara meje, të flasësh mbas rrëfimesh të vërteta. Është e vështirë të gjesh fjalët, edhe sigurisht që ne jemi të gjithë pothuajse të barabartë për të pasur riskun nga kjo sëmundje, sa asnjë nuk është imunizuar, është e vërtetë. Por kemi detyrën, apo kemi bërë një betim dhe kemi përgjegjshmërinë tonë morale si mjek edhe si individ, të vim në ndihmë me mundësitë tona profesionale për ta diagnostikuar këtë sëmundje sa më herët. Sigurisht që bërja e këtyre fushatave ndihmon shumë për ndërgjegjësimin dhe ngritjen e ndërgjegjësimit të grave, për të ardhur në qendrat shëndetësore dhe për të diagnostikuar. Ne jemi hapi parë dhe më besoni, ashtu si kundër jam emocionuar nga historitë që dëgjova, du ta kuptoni që dhe ne në momentin që japim të diagnozë, jemi po aq të brisht. Nuk është e thjesht ti thuash një nëne që ke një sëmundje të tillë. Kështu që dhe ne jemi njerëz, më falni se vërtet jam emocionuar. Dhe ne jemi njerëz, dhe ne kemi motra, kemi detyrime ndaj çdo gruaje, ndaj nënave, ndaj motrave, ndaj kunatave, ndaj vajzave tona, që për fat të keq kjo sëmundje ka ardhur gjithnjë duke ulur në moshë dhe duke prekur mosha gjithnjë dhe më të reja. Për fat të keq kjo sëmundje po rritet edhe në gratë që janë të sapo lindura, pra kemi kancera të shfaqura gjatë shtatzanisë apo gjatë laktacionit. Dhe është ndonjëherë dhe sfidë profesionale, sepse morfologjia e kancerit ka ndryshuar. Pra, nuk kemi të njëjtën imazh, nuk kemi të njëjtën sjellje të tumorit te të gjithë individët. Pra, dhe për ne si mjek, unë flas këtu jo vetëm për veten time, por edhe për gjithë mjekët diagnostik që përballen dhe janë të parët në këtë pjesë, që është sfidë e vazhdueshme dhe na besoni që qëllimi jonë është të kapim çdo tumor të mundshëm. Por jo çdo gjë kapet gjithmonë aq herët. Dhe kjo është një pjesë e punës dhe gabimit mjekësor apo njerëzor, një pjesë e morfologjisë dhe ndryshimeve morfologjike të tumorit, një pjesë e të rësisë së teknikave imazherike që posedohen dhe njerëzit kanë mundësi të përballojnë. Ajo që unë dua të them në këtë fjalim timin është që kam parë me 10 raste të grave jashtë kur I komunikohet kjo patologji,
dhe e marrin me një lehtësi, sigurisht asnjë nuk gëzohet kur i thua je me tumor. Kjo është e padiskutueshme. Por nuk kanë halle të tjera më pas, se sëmundja fillon këtu, por ka një rrugë të gjatë nga mbrapa. Nuk kanë halle se kush do t'i paguajë shpenzimet, nuk kanë halle se si do t'a organizojnë gjithë patologjinë e tyre, pasi këtë pjesë e mbulon shteti. Këtu është problemi në Shqipëri. Pra, këtu mund të kemi diagnostikim edhe të hershëm, por ama pjesa tjetër ngelet një problem dhe më besoni që ka me dhjetra paciente me cilat kemi diskutuar dhe ridiskutuar dhe kemi kalkuluar edhe fondet për ta zgjidhur problemin, sepse është e pamundur ndonjëherë që fondet të mjaftojnë për ta zgjidhur sëmundjen ashtu siç duhet. Ndonjëherë koha në këto paciente është një faktor shumë i rëndësishëm. Duhet vepruar shpejt, ka tumore që shfaqen me një agresivitet më të madh se sa tumoret klasike të gjirit, dhe në këto raste çdo ditë ndihmon në replikimin e qelizave tumorale. Unë e di që një pjesë nga ju sigurisht i njoh dhe i kam vizituar dhe do doja që kjo sallë të ishte plot, të ishte me të gjitha zonjat që kanë pushtetin për të vendosur dhe për të ndryshuar politikat shëndetësore në Shqipëri dhe që kanë në të njëjtën kohë në dorë edhe fatin e gjithë grave shqiptare, të merrnin vendime pro jetës së grave. Ashtu si kundër para disa viteve u bë screeningu, u vendos për të bërë check-upin për sëmundjet kardiovaskulare, që sigurisht është një vendim shumë i rëndësishëm. Do doja të votonin për të bërë një fushat ose një politik për screening, pra për zbulimin sa më të hershëm të tumorit të gjirit te gratë shqiptare. Jemi nga të paktat vende në botë, tani screeningu normal është ndryshuar me screening të personalizuar. Ne nuk kemi akoma screeningu normal, pra që gratë të rriten dhe të thuhet që duhet të bësh këtë ekzaminim, ta marrin në telefon dhe ta kujtojnë. Kam bërë së fundmi një studim dhe kam zgjedhur një grup pacientes që janë të shkolluara, jo për të neglizhuar pacientet e pashkolluara, por aksesi për të plotësuar formularin tim online ishte më i vogël dhe zgjodha këtë grup pacientes dhe i kam bërë një seri pyetjesh dhe më besoni që në pyetjet që kam bërë për faktorët që shkaktojnë kancerin e gjirit, numri më i madh i tyre është përgjigjur që kanceri i gjirit lidhet më së shumti me stresin. Nuk është kot, mbase nuk është statistikisht e provuar, por duhet të dimë që stresi në gratë shqiptare është i amplifikuar. Nuk është njësoj si jeta e grave në vendet e tjera, ku shumë gjëra janë të mbuluara, shkollimi fëmijëve, strehimi, punësimi, pagesat më dinjitoze. Kështu që stresi sigurisht është një element shumë i rëndësishëm që ndikon vërtet në sëmundjen e grave dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte, pavarësisht se ishin të gjitha të shkolluara, një pjesë e mirë e tyre me arsim të lartë, shumë nga ato nuk mendonin se duhet të bënin kontrollet e hershme që në mosha 20 ose mbi 20 vjeç, po të gjitha mendonin se kontrollet duhet pjesa më e madhe duhet fillonin mbi moshën 40 ose 45 vjeç, ndërkohë që shumë mendonin se një gjë që nuk të dhëm nuk duhet ngacmuar dhe shumë mendonin akoma që mamografia është një faktor nxitës për kancerin e gjirit, apo biopsia është një faktor që e nxit zhvillimin dhe përhapjen e gjirit. Këto janë gjëra që ne si mjek përballemi për ditë dhe duhet të punojmë pafund që të ndryshojmë mentalitetin e grave për t'i lënë përpara këto gjëra që nuk janë të testuara në mënyrë shkencore dhe për të ardhur dhe për të diagnostikuar që në mosha të reja, sepse kjo sëmundja nuk po njeh më moshë dhe frekuencë. Ju faleminderit. Shumë faleminderit të dy doktoreshave. Doja vetëm të theksoja diçka që si Vjet YVCA ka bërë shumë tryeza me pacientët me gratë me kancer në gjinë në qytete ndryshme të Shqipërisë. Dhe vërtet mund ta them këtë, e kemi dëgjuar nga goja e graveve që e kanë shprehur që decentralizimi i shërbimit, sidomos për sa i përket kimioterapisë,
që bëhet në Spital Rajonale është një gjë që vlerësohet shumë. Dhe më ka bërë shumë përshtypje marrëdhënia e mirë që kishin pacientët me onkologët. Kështu kjo është një gjë sigurisht që na gëzon. Ne midis nesh kemi shumë mjek të mirë dhe lavdi Zotit që i kemi, u tha që janë shumë të rëndësishëm dhe ne i duam që t'jenë pjesë dhe së bashku mundësisht të sjellim ndryshim. Tani do doja të ftoja edhe doktor Helidon Ninën për të dhënë një mesazh. Pikës pari, falenderoj Donon që për 17 vite nuk ka rreshtur të bëjë një punë shumë të mirë në dobit këtyre grave. E folura ime është pa planifikuar fare që të dini. Por, nuk mund të rria pa specifikuar ose thënë dy gjëra. Aq më tepër kur dëgjohen historitë e Majlindës, Lindës, Fatmirës, Kleas te ky ambient. Pse do thoja? Sepse ky është ambienti ku gjithë politika është bashkë. Dhe në këtë ambient ku gjithë politika është bashkë, duhet potencuar dhe arritur në mbështetjen maksimale. Si tha Linda, nuk bëhet asgjë vetëm. Bashkë bëjmë mrekullire. Pra, në këtë ambient është një tërheqje vëmendje për gjithë gratë politikane që janë pjesë e këtij parlamenti që të mbështesin çdo nisëm, siç është për tu përgëzuar nisma që ishte vjetë për mbulimin, për protezimin gjatë kirurgjisë së gjirit, që do filloj implementimi së shpejti. Nuk mund të rria, sepse u fol dhe nga ana e, le të themi, atyre që janë në krahun që e luftojnë këtë smundje, u fol dhe nga dy doktoreshat e nderuara që janë nga pjesa që ndihmojnë për ta luftuar këtë smundje, por nuk mund të rri pa një falënderim, edhe pse ndonjëherë përfliten me pa drejt për gjithë ata mjek që janë në mjek, infermier, instrumentar, laborant, sanitar, punonjës social e tjerë që e bëjnë këtë smundje për ata që i kalojnë luftur sa më të lehtë që të kalojë. Urojmë që kjo mbështetje të jetë gjithkohës dhe një diçka që të paktën në të folurat e mia gjithmonë e them, lufta kundër kancerit të gjirit s'bëhet gjatë tetorit vetëm, por është një luftë gjatë gjithë vitit. Faleminderit. Realisht më vjen mirë që edhe mjekët që kishim këtu, në këtë sallë sot, edhe pse janë pjesë e sistemit, arrin të thonë sa gjëra që nuk shkojnë, kështu që faleminderit nga zemra, edhe kështu kemi akoma tepër besim që jemi e njëjta palë. Luftojmë të njëjtin përbindësh, edhe na jeni krah. Dhe faleminderit vërtet shumë për gjithë punën e mrekullueshme që bëni. Të gjithë historitë që dëgjuam, megjithëse do dëgjoni akoma, përshkruajnë nga një fill shumë i holl. Dhe i njëjtë kam përshtypjen, që është shpresa, që është dashuria dhe që është dëshira për të jetuar. Dhe të doja tani të ndalesha pikërisht tek një reflektim tjetër, një reflektim mbi shpresën për një zonjë e cila nuk jeton më. Megjithatë është shumë interesante ta shohësh se si shpreson ajo edhe gjatë kohës së sëmundjes. Shpresë nga Nimfa Jaço. Shpresë e bukura shpresë, që mban jetë në këmbë. Jetë dhe shpresë, dy sinonime të pandara. Ciceroni ka thënë, përderisa ka shpresë, aty është jeta. Në sëmundjen time e përkthej, përderisa kam shpresë, aty është jeta. Shpresa është e para. Jeta e ndjek nga pas. Në luftën me sëmundjen, shpresën e quaj ilaç të mendjes dhe aleaten time më të madhe. Sa shumë është shkruar për shpresën, sa shumë është thënë për të, sa poezi janë thurur në emër të saj. Unë dua të shkruaj jo për atë shpresën e madhe, si forca që na shtyn të ecim përpara në jetë, por për atë shpresën që zbukuron hapat e vegjël të mbijetesës. Dua të tregoj atë shpresën që më ka mbajtur gjallë në ditët e vështira. Dua të tregoj për atë shpresën që pres unë. Shpresë është që pas çdo nate të pres një ditë të re.
që pas çdo idhërimi të pres një buzëqeshje. Shpresë është që në serumin e radhës vigoni të hyjë lehtë në damaret e sakatosur. Shpresë është që dy fluturat që erdhën dje në përvazhin e balkonit të spitalit të vinë edhe sot. Shpresë është që analizat e radhës së gjakut të më dalin të përmirësuara. Shpresë është kur shoh lart në qiell një vit të drejtë të bardhë avioni, e cila më bën të ëndërroj se ndonjëherë mund të fluturoj dhe për në Kanada. Shpresë është të shoh kur hapet dera, fytyrat e dashura të më vizitojnë. Shpresë është kur, si u përmirësova, munda të heq oksigjenin dhe të thith në balkonin e spitalit aromën e barit të lagur nga një ves shiu. Shpresë është të gjej Zotin dhe ai të më mbaj për dore. Shpresë është edhe të jetoj pas vdekjes me shpirtin tim, i cili do të vi rrotull atyre që kam dashur në jetë. Shumë faleminderit Julka, në solli shumë emocion. Nimfa ka qenë në fakt një zonë që ka punuar te ky vocaja, një shpirt artiste, por që e humbi betejën me kancerin e gjirit. Gjithë qëllimi i këtij aktivitetit të sotshëm, dëgjoni zërat tan, ishte që ne të hartojmë edhe një letër të hapur, një letër e cila shpresojmë që t'i lëviz të gjithë ata që duhet bëjnë diçka për të marrë disa angazhime që janë shumë të nevojshme për sa i përket luftës kundër kancerit të gjirit. Unë tani ju ftoj që ta dëgjojmë atë letrën tonë të hapur, të cilën do ta lexojë nëpërmjet një video ambasadorja e kauzës tonë, Ermonela Jaho. Ka zëra që lindin nga dhimbja, zëra që tregojnë frikën, luftën dhe shpresën. Zëra që shpesh nuk dëgjohen mjaftueshëm, por sot ne flasim, sepse çdo zë bart një histori, dhe çdo histori meriton të dëgjohet. Ne, gratë që kemi përjetuar, ose po përballemi me kancerin e gjirit, i drejtohemi institucioneve me një thirrje të qartë. Kërkojmë veprime, kërkojmë bashkëpunim, kërkojmë përgjegjësi. Kërkojmë që çdo grua në Shqipëri të ketë të drejtën për diagnostikim të hershëm, trajtim dinjitoz dhe mbështetje të plotë, pa pengesa dhe pa vonesa. Kërkojmë që psikologu, fizioterapisti dhe kujdesi pas trajtimit të jenë pjesë e shërbimeve publike shëndetësore. Kërkojmë që zëri pacienteve të dëgjohet në tryezat ku merren vendimet për shëndetin e grave. Ky nuk është një apel vetëm për gratë me kancer gjiri, por për dinjitetin dhe të drejtën për kujdes të çdo gruaje, nëne, motre e vajze në Shqipëri. Sot, nga zemra e parlamentit, ne themi me një zë. Dëgjoni zërat tanë, sepse çdo zë bart forcë, çdo zë bart dashuri për jetën, dhe së bashku jemi të forta. Së bashku mund të ndryshojmë historinë e shumë grave. Të gjithë ju e keni atë letrën përpara, besoj kush ka pasur dëshirë ta lexonte, mund ta lexonte gjatë kësaj kohe. Ne kemi përgatitur 2 letra në të mëdha që në mënyrë simbolike për të firmosur nga secili prej jush, por para se ta kryem dhe këtë veprim, do doja së pari njëherë t'ju falenderoj të gjithëve që ishit sot prezent. Do doja të falenderoja kryesinë e kuvendit që na e dha aksesin, mundësinë për ta organizuar këtë aktivitet. Sigurisht do dëshiroja që më shumë antarë të parlamentit ishin sot prezent këtu me ne. Megjithatë, ndryshimi vjen edhe nga pak njerëz. Unë do doja të falenderoja të gjitha zonjat, sepse nuk e përmenda, kemi dhe shumë gra me kancerin gjith që kanë udhëtuar sot edhe nga qytetet ndryshme të Shqipërisë, thjesht për qenë prezent.
Shumë faleminderit të gjithëve, shumë faleminderit edhe kolegeve të mia të shoqërisë civile, që ndërsa punojmë jo vetëm për kancerin e gjirit, punojmë për shumë kauza dhe kërkojmë mbështetjen e parlamentit dhe atyre që kanë përgjegjësinë për të na mbështetur. Atëherë ju ftoj të gjithëve që ta firmosim letrën dhe sigurisht nëse keni dëshirë të bëjmë dhe një foto në grup. Për kushdo që nuk ka dëshirë, është i lirë mos të jetë pjesë e grupit. Shumë faleminderit gjithëve. Ndjes harrova mbasi të nënshkruajmë dhe të bëjmë foton, kemi edhe një koktej simbolik, po e quajmë, tek pjesa këtu ku është lokale. Dhe jeni gjithë ftuar. Po. Atëherë, hajdeni që ta firmosim. Po, të bëjmë foto njerë, pasaj të firmosim. Okej. Fotografët na thonë bëjmë foto njerë. Ku është vendi më i mirë? Dona, jemi shumë të bëjmë të reshta besoj. Guca të gjithë mbrapa, na thonë mbrapa. Me shpresën të Zotit. Të mbrapa, të gjallët mbrapa të shkurtër përpara. Me firmos, ju ca kapin në një do që funi njerëzve të firmosin.